pjesën e ligjit të sponsorizimit, pse ekipet e sportit në handball nuk po arrin të dalin të ofrojnë më shumë sponsor? Mendoj që momentin që jemi emëruar në pozitat në federat, diskutim kryesor ka qenë konsolidimi i ekipeve. Ekipet e handballit, 90% e tyre, mund të thënë 80-90% e tyre funksionojnë me një person ose dy persona të cilët qëndrojnë afër klubit dhe nuk kanë arritur të krijojnë një strukturë të qëndrueshme, kryesi, bord, sekretar dhe persona të adekuate që janë rreth klubit. Dhe në momentin kur një klub, një federat, një organizatë sportive qëndron vetëm me një person ose dy persona, atëherë do të jetë shumë e vështirë për të thithur mjete, si nga ligji i sponsorizimit, po ashtu edhe nga projekte tjera të cilat përkrahen për zhvillimin e sportit. Prandaj ne si federate kemi pasur rrezik në këtë pikë dhe vazhdimisht jemi duke punuar në konsultim edhe me komunat që të krijojmë kryesi të qëndrueshme të cilat në një të ardhme të afërt nuk do t'i kemë problemet bazike për zhvillimin e sportit të handballit. Të i krejt gjitha vetë, të njerës, gjitha vetë.